Në gjykatën kushtetuese u zhvillua seanca për shqyrtimin e pezullimit nga detyra të Belinda Ballukut, ku palët paraqitën qëndrime mbi kushtetueshmërinë e masës. Përfaqësuesi i presidentit të Republikës Ilirian Rusmali deklaroi se pezullimi është në kundërshtim me kushtetutën, duke theksuar se mekanizmat procedural nuk mund të shndërrohen në instrumente kontrolli pa bazë kushtetuese. Mekanizmat procedural shndërrohen dot në instrumenta kontrolli dhe balanci. Në qoftë se shndrohen në të tilla, ato bëhen problematik. Ju thatë rast hipotetik që me kërkesë të një prokurori të posaçëm, një gjyqtari i posaçëm, vendosin masën e sigurisë të pezullimit nga detyra të gjithë anëtarëve të Këshillit të Ministrave. Nuk është i pamundur që të ndodhë. Në idenë e çdo personi që njeh pak, të drejtën penale, mund të krijohen skenar të veprimit në bashkëpunim të 1, 2, më shumë anëtarëve ose të gjithë Këshillit të Ministrave në vlerësimin e një prokurori për të bërë një vepër penale. Dhe thotë, ti pezullojmë se kanë rrezik ta përsërisin. Këshilli i Ministrave merr vendime çdo javë dhe mund dalë një prokuror që të thotë Këshilli i Ministrave nuk duhet lejuar të marrë vendime sepse rrezikon të kryejë vepra penale. Motivet për të cilat justifikohet masa që u propozua për pezullimin për ministren konkrete. Nuk mund të jemi të qartë nëse nuk e çojmë zbatimin e saj në rastin ekstrem. Dhe rasti ekstrem na tregon që dispozita ka forcën të nxjerrë jashtë funksionit të gjithë pushtetin ekzekutiv. Jo vetëm një degë të tij, të gjithë pushtetin ekzekutiv, nëse dispozita është e pakufizuar, e pa limituar. Zbatimi i përdorimit të këtij instrumenti për të ndikuar, për të ushtruar kontroll mbi një pushtet tjetër. Sigurisht që ju takon të analizoni ju në radhë parë, nëse jemi eventualisht përpara një rreziku të tillë në rastin hipotetik, apo kuadri ligjor në Shqipëri i ka mekanizmat ligjor të mjaftueshëm për të na mbrojtur nga ky rrezik. Këtë gjë do ta zgjidhni ju, ne nuk e zgjidhim dot, ne thjesht e shtrojmë si problem. Nga ana tjetër, SPAK paraqiti qëndrimin e tij përmes prokurorit Dritan Prençi. Ky i fundit theksoi se masa e pezullimit prek vetëm individin dhe jo funksionimin e institucionit. Në vlerësimin tonë, pretendimet e kërkuesit bazohen kryesisht në interpretimet të kushtetutës dhe të ligjit, pa u provuar ekzistenca një marrëdhënie juridike konkrete të cënuar që të ketë sjellë pasoja juridike. Po ashtu, nuk konstatohet ekzistenca një konflikti kompetencash dhe për vjedhoi mungon një çështje kushtetuese reale, pasi qëndrimet e ndryshme interpretuese në mungesë të një marrëdhënie juridike konkrete nuk janë të mjaftueshme për të ngritur një çështje me objekt kushtetues. Përsa parashtruam, rezulton se gjykata kushtetuese ka vendosur qartë në jurisprudencën e saj se për ekzistencën e një konflikti kompetencash duhet që ai të burojë nga një marrëdhënie konkrete midis pushteteve që pretendohet se ushtrojnë të njëjtën të drejtë që i takon vetëm njërit. Në rastin konkret, nuk ka një ndërveprim të tillë midis gjykatës penale dhe kryeministrit. Pra, gjykata e jurisdiksionit penal ushtron kompetencën e saj ligjore për saktimin e masave të sigurimit në bazë të ligjit procedural penal, ndërsa marrëdhënia e pretenduar nga kryeministri buron ekskluzivisht nga kushtetuta, që do të thotë se kemi dy marrëdhënie të ndryshme për dy pushtete të ndryshme dhe nuk mund të pretendohet për konflikt kompetencash. Prokurori shtoi se pezullimi i një ministri nuk është në kompetencën e kryeministrit dhe se nuk mund të barazohet funksioni i ministrit me atë të deputetit, duke kërkuar që kërkesa e kryeministrit të rrëzohej.